Një investim që i ka kushtuar shtetit shqiptar me qindra mijëra euro është lënë në mëshirë të fatit. Bëhet fjalë për pallatin e dytë të banesave sociale, e cila pritet të përfundonte në vitin 2024. Ndërkohë, një mosmarrëveshje e firmës zbatuese së bashku me entin e banesave ka penalizuar qytetarët të cilët tashmë duhet ishin distrahuar pikërisht në këto banesa. Blu Televizion ka kërkuar informacion pranë entit të banesave, pranë përgjegjësit të saj Ëngjëll Mema, i cili nuk ka pranuar të prononcohet për të disajtën herë, duke lënë kështu enigmë informimin për qytetarët. Ajo që ka shikojmë këtu është pikërisht një makineri e firmës e cila ka qenë më herë në punë, si dhe inerte dhe mbetje të shumta. Në objektet të cilat duhet i shivën në zbatim të katit të parë, shikojmë ushqim për bagëtit. Pallati i dytë i banesave sociale në Vlorë i lënë totalisht në hares. Banorët që presin të strehohen nuk kanë asnjë përgjigje rreth përfundimit të punimeve. Pallati në zonën e ish frigoriferit duhet të kishte përfunduar dhe madje brenda vitit 2024 edhe banorët që përfitonin duhet të ishin strehuar. Por faktet tregojnë të kundërtën, teksa një konflikt prej kohësh mes firmës ndërtuese dhe endit kombëtar të banesave në Vlorë ka bërë që punimet të ndërpriten. Asnjë përgjigje nga enti kombëtar i banesave pavarësisht interesimit të vijueshëm edhe nga Blu Televizion, teksa drejtuesi i këtij institucioni nuk pranon asnjë prononcim, duke lënë gjithçka në hares. Pallati i dytë për banesa sociale në Vlorë ka mbetur tashmë në mëshirë të fatit, ndërsa qindra aplikues që pritet të përfitojnë janë ende në pritje për të strehuar. Në zonën në fjalë u ndërtuan 2 pallate, teksa tek i pari tashmë janë strehuar 75 familje, ndërsa në pallatin e dytë punimet janë pezulluar. Enti kombëtar i banesave në Vlorë me sa duket nuk ka tagrin, por edhe mundësim të jap zgjidhje situatës, duke treguar se mbetet inekzistent, ndërsa ata që e vuajnë janë vetëm banorët e Vlorës në pritje për të strehuar.